Në çfarë niveli është siguria e vendin tonë dhe në çfarë gjendje ndodhet armata? Armata ndodhet në gjendje të mirë dhe nuk ka vend për shqetësim dhe që Maqedonia është vend i qetë dhe stabil. A është i kënaqshëm ose jo përfaqësimi i shqiptarëve në armatë dhe në pozita drejtuese apo ende duhet bërë më shumë? Në përgjithësi në armatë përqindja shkon diku rreth 24%, ndërsa në administratën e Ministrisë së Mbrojtjes kjo përqindje është 17%. Sa pjesëtar shqiptar të armatës janë avancuar në detyrë? Mund të përgjigjet me numra. Kjo pyetje thjesht përgjigjet duke bërë apel që të gjithë personeli ushtarak, oficer, nën oficer të ndjekin kurset të cilat i shpallë Ministria. Sa afër standardeve të NATO-s është armata jonë dhe sa është e modernizuar me pajisje dhe teknologji të reja? Është duke bërë përpjekje maksimale dhe duke u modernizu. A do të ketë punësime të reja të ushtarëve profesionistë këtë vit? Dje u shpallë konkursi për 300 ushtarë të ri. Si qëndron aktualisht zbatimi i dëgjësisë dhe a pritet të ketë uniforma dëgjësore në armatë? Nuk është prekur fare dëgjësia në këtë drejtim. Potencoj, 2010 sjellja e ligjit, 2022 ndryshimi i fundit, nuk është prekur fare, mirë po uniforma dhe gjëra tjera në armatë nuk janë të paraparës që janë në dëgju. Përgjigjet më të rrallësishme sonte në 1+1 i jep zëvendësministri i mbrojtjes Admir Shabani. Na ndiqni në TVM2 dhe TVM2 Sat.